showbiz që ako të reja? Kemi të reja plot, kemi Big Brother VIP Albania që na sjell situata të shumta e që e fundit është Egli me Gjestin, ku Egli është ende interesuar për Gjestin. I tha një pyetje, a ki halon ndjenja për mu, a ki ndjenja për mu sa qysh unë komendu të paktën, edhe Gjesti ju përgjegjë, kjo ke lajme që i bën interesant sa ti jo, ndjenja po në kuptën që ka. Egli ka më shumë se sa Gjesti ndjenja. Gjesti po në kuptën që ka, po sa Egli jo. Interesant është ftësia Eglit prej që është këthy, nashta mus ka pos komunikim me na ikon jashtë, se kemi po që të prej që ka dollë jashtë Egli, ka pos reagime dhe pi Olcit, ishte dashrit të saj, djetë nëse kam pos në një komunikim edhe i ka uru fitoren, po gjatë kohës ajo, para se me dalë nga Big Brother, nuk ka pos asnjë reagime nga Olci. Prej momentit që ajo ka dalë jashtë, tull me disa deklarata duke i uru edhe fitoren, bile, e që ke interesant si reagimi tyre. Eglit ja ka në uru fitoren, no? E po, Olci ishi dashri i saj. Eksi. Po, ajo është përfolë dhe ma shumë ma herët, është përfolë prej Eglit për banorëve të tjirë tërkuan edhe nuk ka pas reagime deri në momentin që kjo ka dalë jashtë. Kjo po lem pak me kuptu mos kam pas në i komunikim në momentin që ka dalë, ose në ashtë të armë pushim se Egli do ke kogja e mbusht në inatë edhe në Olcin, kështu gjatë bisedave që i ka pas me vajzat. Për ndryshe Prime-in e kemi të shtunën edhe të shohim se që na sjell finalja, pritet që me u zgjedhë dhe finalisti i dytë, ose ndoshta edhe dy finalista. Do e përfasi nga produksioni. Po, me qenë se kanë bet goxha shumë banor, kanë bet